E pas një suksesi të cilën e patëm një shqiptar i cili ka arritur që të hyjë në politikën amerikane, sot të ftuar e kemi Fatmir Shehollin, i cili edhe në atë kohë kishte dhënë kontributin e tij për Kosovën. E teksa po flasim sot në dy korrik, 35 vite pas shpalljes së kushtetutës së dy korrikut vitit 1990, zoti Sheholli, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e podesë. Djelza, faleminderit për ftesën dhe urime edhe juve të rinjve që keni lindur mas viteve 90-ta, dy korrikun, një ditë madhështore për shtetin ton, e veçanërisht një, të themi, se nuk dija se mirënjohja është shumë e pakt me thonë, por përkulemi para gjithë atyre delegatëve të asaj periude kur në rrethona okupuese, në rrethona të jashtëzakonshme, në rrethona të një apartheidi të regjimit të atëhershëm e shpallën Kosovën në Republikë. Dhe nderi, krenaria ju shkon atyre, ata që kanë vdek, inshallah Zoti i ka qunë parajs, kurse këta që janë gjallë, mendoj që shumë ma shumë meritojnë nga shteti ynë. Ne dim se për kraje këta njerëz nuk është se marrin. Pra jetojnë me një penzion, soleta shëqi që marrin të gjithë qytetarët të Kosovës duke ditur gjithë veprën e tyre të lartësuar që kanë bërë në vitet e 90-ta në kushte kur ishin të rrethuar me policë, ndërka që ata shpallën kushtetutën, një akt shumë madhështor. Po, akt madhështor, se si edhe sot mas po thuaj se 3 dekada e gjysë po flasim për këtë çështje dhe natyrisht që është madhështor dhe më vjen mirë shumë që edhe ju të rinjt mos e harroni kurrë këtë ditë të lavdishme të kombit ton, jepni sa të mundi mundësi atyre njerëzve që të ekspozohen dhe të kallëzojnë ata, se ata duhet me tregu të vërtetën, atë që ka ndodhur dhe çka ka ndodhur me ta, se ju e dini që keni lexuar dikun që ata kanë ikë pastaj për shkak përndjekjes së strukturave të atëherë Jugosllavisë ndaj tyre, disa janë arrestuar, për shembull, ndoshta shumë nuk e din, por ta themi që aktori i famshëm Indjera Demikullovci ka qenë një prej delegatëve të asaj periudhe dhe nderi, lavdia dhe krenaria për gjithë ata. Ata janë krenaria e kombit ton, por ajo që s'kem hall pa e thonë është që për shembull në ato rrethona të jashtëzakonshme të asaj periudhe kanë ditur shqiptarët të jenë bashkë, sot në rrethona krejt paqes shtetit, stabilitetit dhe të një ardhmërie që duhet ta kenë të rinjt dhe gjithë shteti, jemi në një situatë shumë të çuditshme. Pra po flitet për 35 vite pas ku nuk po mund ta konstituojnë kuvendin e Kosovës, kemi mbetur në një blokadë politike, shumë projekte të pa aprovuara për shkak të mos funksionimit të kuvendit të Kosovës. Si e shihni juve këtë çështje? Cilat janë dëmet që do të sjellë ky mos konstituim, ky mos dakordim i liderëve partijak mes vetes? Sot kemi edhe takimin e presidentës, çka pritni edhe prej këtij takimi? Tash po e shohim që pasojat veç janë evidente. 40 herë me provue dhe mos me mujt me formue çështje elementare këto domon organet e kuvendit, edhe të themi kushtetuta e thot qartë këtë çështje që kjo i takon atij që ka dalë pare ose fitues në këtë zgjedhje, nëse fituesi nuk ka mundur që të fitoj domthon 50 plus 1% atëherë duhet të gjejë një bashkëpunim me dikon prej partive politike dhe të zgjidhet kryetari. Fatkeqësia është e madhe sepse jemi bërë lajm në të gjitha mediat botërore. Mediat e aleatëve tonë, që ne domthon jemi struk, jemi ngërç, po shifet që më herët definitivisht që faktori ndërkombëtar pas ka pas shumë ndikim në themelimin e gjitha këtyre çështjeve. Tash kur këta, si ju e shihni në kuvend, nuk shkon askush prej ambasadës amerikane apo prej ndërkombëtarëve që ta përcjell çka po ndodh, kjo është shaj shumë e keqe. Ashtu që kemi mësuar pa shpesh faktikisht në një periudhë. Jo, ata kanë dalë publikisht ambasada amerikane që ne nuk shkojmë tutje, ambasada britaneze,
nuk janë duke shkuar fare në kuvend kur po mbahen zgjedhjet, sepse këto kur po mbahen çdo mbledhje që po zgjasin nga 1 minutë e 55 sekonda deri në 3 minuta. Dhe natyrisht që kjo është për të habitur, sinqerisht, domethënë nuk e di ku dhe si mendojnë këta njerëz që të dalin nga kjo situatë. Ne e shifni ato çdo 2 ditë, i kem para kamerave, dalin dhe flasin këta lider politik, që si deputet që kanë kalu, dhe pa fije, domethënë skuqje, dalin para popullit edhe i thonë të njëjtat fjalë që 40 herë apo prej 9 shkurtit e tash njëjtat fjalë keni. Dhe shumica në herave dhe të njëjtat persona të cilët deklarohen. Po, është e çuditshme kjo, po çish po vjen marrë me dalë me folë se s'ki çka thuë. Presidentja është hera e dytë që po e bën këtë çështje, sot domethënë e ka takimin e parë me vetvendosin, pastaj me zotin Memli Krasniqi, me Lumir Abdigjiku, në Ramushi se adi unë është i fundit, dhe të nesërmen e ka me komunitetet, tajten, dhe o nesër. Nuk besoj që, unë nuk e di çka ka me thonë presidentja këtyre njerëzve, ajo i ka disa, të themi, mbas kushtetutës disa mundësi, por edhe ato mundësi janë pak të mangëta në këtë aspekt, që ajo të mund të, sepse unë jem konsultu këgja shumë, se na nuk jem jurista dhe s'po kem hall masi po dalim me fol para kamerave, për mu pyet, për shembull, unë e kam këgja mik ish kryetarin e gjykatës kushtetuese Enver Hasanin, pastaj edhe të tjerët që kanë qenë gjykatës, po që besa edhe tash që ka gjykatës në gjykatën kushtetuese, dhe të gjitha ata një zëri thonë që duhet të formohet njerë kuvendi, domethënë organet e kuvendi, duhet vetëm kryetari zgjedhet, nën kryetarët, domethënë votohet për kryetarin. Për nën kryetarët nuk votohet. Fakti që votohet për kryetar të kuvendit e bën një çështje që duhet, domethënë, një kompromis. Ashtu ka thonë edhe akti i gjykatës kushtetuese këtash që e kishëm. Por diellzune nga ajo që kom pa se jam rrit në hymje me kryeministrin në detyrë, ja 30 vjet në rrit një ndërtesë bashkë, unë e njoh këgja moti, por nga ajo që po vrej ai çka po e thot, unë nuk shoh rrugdalje nga kjo situatë, sepse ai po kërkon që të votuat fsheht. Për më votu fsheht është dash për fillimi. Kur t'ja fillojsh një procedurë dhe hyn loj me luhet me do rregullat cilat janë përcaktuar. Nuk mundesh me ndryshu rregullat në gjysmë lojës. Tash kë nuk pëlqen pa, po thot çështo, edhe s'pidini me lexuar po këtë aktvendimin e gjykatës kushtetuese, po dim veç vetvendosja me lexuar, ju të tjerët nuk po dini, e u që besa aty nuk kum pa përveç profesorit përparim Gruda të PDK-s edhe kanë poshtë Lidhjes Demokratike të Kosovës, asnjë këta tjetër edhe pse dalin edhe këta të LDK-s e PDK-s nuk do të fort me dalë me komuniku për këto sene se nuk i njefni. Domthonë do të profesionistat të dalin dhe të flasin për këto çështje. Por edhe gjykata kushtetuese unë mendoj nga prizma ime që e gazetarisë dhe e kësaj njohurive, kështu që është dash pak më strikt me kanë në disa gjëra, për me sqaru pak më mirë. Po, faktikisht edhe kjo ka qenë problemi pse ka hapur disa kompozitete në mes të partive politike, ata po i gjykojnë në një mënyrë, ndërsa tjetra në një mënyrë tjetër. Mirë po, teksa flasim për presidentin, a duhet ketë më të shpeshta këto takime, ndoshta që ndikimi i saj të jetë më i madh në këtë çështje. Megjithëse është takimi i dytë pas 40 seancave, 40 seanca, domethënë 2 takime është shumë pak. Për të arritur diçka, duke ditur kokë forcinë edhe zotit Kurtit, cilën ju atat, edhe mënyra se pse gjithçysh Arborina Axhiu jo dikush tjetër, po e çon në një kompozitet tjetër, mandej edhe partitë politike pse gjithsesi nuk po dojnë me votu atë zonjë. Këtë që duhet ta them tash, ndoshta shumë spajtohen dhe mund me fillu me njerë kjo ushtria e Facebookut me sulmu, por unë besoj që këto po mundohen edhe pazare me bët tash në këtë llogari, edhe presidentja, edhe të tjerët.
presidentja pazare për me këshyrë me nxjerrë edhe një mandat. Këte po e thëmë duke komunikuar me shumë njerëz, kolegë që ajo është ndoshta të formu një parti politike për shkak se s'ka drejt tjetë presidente, do më thonë dhe ta udhëheq një parti politike, por kështu po përflitet, nuk e di sa është e vërtet, edhe prandaj po e lidhi me një pazar politik i cili ekziston mundësia. Po vetë ajo ishte pjesë e listës Guxha, një kryetari i listës Guxha. Mundësit për çështje që presidentja të zgjedhë diçka ose të na çon në zgjedhje janë pothuajse inekzistente. Nuk ja lejon kushtetuta këtë çështje asaj, sepse nuk ka mundësi. Por unë besoj që nëse jena për zgjedhje, edhe pse nuk ju thash që kanë thonë profa, Enveri e shumë të tjerë që pa u krijuar organet e kuvendit nuk mund të shkojmë zgjedhje, unë besoj që nuk ka krejt kështu, sepse nuk ka Bibël e Kuran, kushtetuta edhe në tash një marrëveshje politike, e gjitha partive politike, për shembull vetëvendosja, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, Nisma, lista serbe, komunitetet, nëse merren vesh për arsyet pamundësisë të krijimit të shumicës, po shkojmë zgjedhje, unë besoj që kjo është zgjidhja. E me shku në zgjedhje. Edhe mos me prit sepse nëse ne në tetor nuk e formojmë kuvendin, nëse nuk ka në tetor kuvend krejt jesin pa rroga. S'ka buxhet, sepse duhet me kalue buxheti. Pastaj janë X raste të tjera kur ki bordet ndryshme cilat në ushtrues detyre. Po megjithatë po flitet se të shkojnë dy parë zgjedhje. Kjo më bjen që edhe tetori do të jemi pa qeverinë, se shkojnë dy parë zgjedhje. Jo, nëse tash arrihet mundësia tash me njëherë, për 30 ditë mund të shkojmë zgjedhje. Mundën zgjedhje të marrim shtator, kurse ato që janë me 26 tetor, ato lokale, ne mund të shkojmë mas 30 ditë në zgjedhjet parlamentare. Domthonë këto nuk e kemë problemin për arsye se neve po na ngutet se jena në ose ekziston edhe mundësi tjetër, mund të çu popullin kom të gjithë ne pa ngjyrime politike, edhe me shkumjon mbyll derën në kuvend edhe me i thonë ju nuk keni me hiq këtu, domthonë këtë popullin kom më çu, gjithë me ushtri, me veteran të ushtrisë shërimtare të Kosovës, me odë ekonomike, me biznese, me gazetarë, me shoqëri civile, me gjithë, edhe gjithë deputetët do më thonë çtu s'keni me hiq. Që të për jashtë, ja keni mi formue këtë farë muhabeti, ja ju sini përfaqësues të popullit. Edhe pse ju keni kaluar këtë provë, e keni marrë votat, por ju po veproni në kundërshtim me interesat e shtetit tonë dhe qytetarëve, për arsye se na keni prunë situatë pa rrugdalje. Po sa është vështirë me i të bu njerëzit ashtë shënal, duke ditur që më herët shumë shpejt edhe duke ditur situatën për shumë para luftës, se që shemi kanë, i mbajmë men protestat e studentëve të cilat flitet shumë për to, edhe për heroizmin që njerëzit kanë balë gjithë asaj policie serbe që le t'ju kanë dalë për para. Ndërka që sot njerëzit në liri nuk dalin në protesta. Po motivi ka qenë krejt tjetër atëherë dhe natyrisht që... Po, nuk besoj që njerëzve ju ka shua atë dhe dashuria, ndoshta. Atë dhe dashuria nuk besoj asun, sepse... Edhe nuk du as me besu, përke... Jo, po kishtë me qenë funi një shtetin nëse të shuhet atë dhe dashuria. Ndjelz, diçka është ka mungën në këtë tene, në këtë vullnet i cili po venitet. Nuk është mo aj vullnet që ka qenë. Ju e keni shkollin masive të trive në botën e jashtme për arsye ekonomike. Dhe këto statistikat cilat i lexojmë nga Agjencioni i Statistikave të qeverisë tonë, i shohim janë shumë të rrezikshme, sepse nëse kështu vazhdojmë, ky vend do të shprazet domethënë shumë shpejt. Edhe në favor të kuna shkon kjo. Prandaj ky motivim, që them të drejtën, unë udhëheq në institut, i cili quhet Institut për Afirmimin e Marrëdhënieve Ndërretnike dhe kemi tash 10 vite udhëheq, kemi provuar të bëjmë ura në mes të komuniteteve dhe institucioneve të Republikës tonë
kemi dashur të allon sa të mundemi këtë përvojën tonë të mundshme në këtë çështje. Hendek i madh është mes serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. O kriju një hendek jashtëzakonshëm, të cilën ne duhet ta themi kështu haptas. Ky hendek është politik, është i rrezikshëm. Dhe këtë hendek nuk e ka krijuar zoti Kurti, edhe të jemi sinqert. Kanë kontribuar edhe njerëz të tjerë, edhe bashkësia ndërkombëtare. Për arsye se në veri, për shembull, serbët kanë dhënë dorëheqjen nga policia e Kosovës, gjyqtarët kanë dhënë vetë nga largimi, pastaj prokurorët, edhe kryetarët e komunave, gjithashtu vetë. Këto vetë dorëheqje kanë nënkuptuar që shteti nuk mund të jetë pa institucione atje, dhe janë marrë disa zgjedhje, e di që ata kryetarë komunash që në veri janë me përqindje shumë të vogël, dhe e di që nuk është demokratike deri, është legale, sepse zgjedhjet i kemi marrë, por për këtë çështje neve po ke ndodhi për shkak se serbët bashkësia nuk dolën në ndërkombëtare na ka sankcionuar. Dhe na ka futur sanksionet. Tash nashta na jem drejtën tonë, edhe unë besoj që jem drejtën tonë, por duke pa që ne nuk mund të përparojmë, nuk mund të veprojmë të shkojmë, dhe kemi një farë embargoja amerikane ndaj kryeministrit Kurti. Ekziston një embargo, se nëse Amerika nuk të thirrë për 3 vite, 4 vite me shkue, domethënë të jesh pjesë e takimeve të rëndësishme, këtu diçka ka. Dhe unë s'po du me i thonë as liste zezë, as liste bardha, ashtu, por një embargo e pashkruar amerikane ekziston këtë. Dhe tash duhet me vetë na vetëm pse kështu. Edhe si duhet përmirësohemi. Fakti që nuk po shoh përmirësim, fakti që kemi situatën kështu që çdo 4 tetor ka sjellje të tilla dhe ka kështu, prandaj po them që në bashkëbisedim me këto organizata të cilat i përmenda, se i keni pasur ndoshta disa deklarata edhe të organizatës veteranëve të luftës, të invalidëve, pastaj të odës ekonomike, i ne si shoqëri civile kena dalë para kuvendit para një 2-3, po pak, nuk jem shumë, pak njerëz, domethënë duhet mu të bu populli sikur që u të bua, nëse ju kujtohet, liria ka emër kur e vërshuam qytetin e Prishtinës me 200-300.000 njerëz dhe treguam atë kurajon tonë për çlirimtarët tonë, unë besoj që kështu duhet të veprohet edhe tash. Megjithatë, zoti Shënolli falet për minoritetet, të drejtat e minoriteteve në Kosovë janë goxha të mira, edhe zbatueshmëria e tyre nuk është se nuk zbatohet, mirë, ndjekimi i Serbisë te këto minoritete vrehet shumë. Ndërkëtë që Kosova nuk ka arritur që thej këtë barierë dhe t'ju dalë krah këtyre minoriteteve që mos të kenë ndikim nga Serbia. Dihet shpeshherë edhe thuhet shumë nëpër media që ata marrin edhe paga nga Serbia atje, ndërkëtë që neve i lejojmë që këto të ardhra të hyjnë e të mos marrin asnjë hap. Ka ndodhur me vite, pra nuk është vetëm për këtë qeveri, po edhe për qeveritë e kaluara. Keni drejt plotësisht, prej paraqitjes së listës serbe si organizatë politike e regjistruar në formë të rregullt në institucionet e Republikës tonë, në KQZ, ndikimi i Beogradit është 10 herë më i fuqishëm se që ka qenë për shembull në disa parti politike të tjera që kanë qenë më herët. Po mos harrojmë në vitin 2001 kur i marrë zgjedhjet e para parlamentare, ka qenë një koalicion kthimi i serbëve. Dhe atëherë kanë pas 22 deputet, se s'ka qenë sikur tash me vetëm 10. Dhe ndikimi i Beogradit ka qenë 10 herë më i fuqishëm se që është sot. Bile në rendin e parë atëherë keni pasur profesor doktor shumë të fuqishëm serb. Ka qenë rektori i Universitetit Mitrovice, kanë qenë Oliver Ivanović, Rada Trajković, njerëz goxha eminent të tregut politik serb të asaj periudhe. Dhe fatkeqësisht ne nuk e kemi në Ibrahim Rugova, sepse vetëm ai ka ditë 22 deputet serb, që është fuqi politike e jashtëzakonshme, ka ditë të menaxhoj aq bukur dhe i ka pas nën
administrim të jashtëzakonshëm, ja pa dhomë një ministri e kanë pas Ministrinë e Bujqësisë. Ka qenë minister Goran Bogdanović. Domthonjë nuk kanë pas 3-4 ministri, as zavend kryeministër, as domthonjë ajo ka thonë, po ky është ai administrimi i çështjes. Nuk mund të jetë më e fuqishme lista sërbe me 10 deputet se që ka qenë koalicioni kthimi me 22 deputet sërb. Edhe atë sërb shumë domthonjë me impakt të rrezikshëm po me impakt të jashtëzakonshëm. Mirë po, politikbërja, po, atë desha të dalë. Politikbërja tashmë ka ndryshu, një Ibrahim Rugova, cili që ka thirrë pavarësisht etnicitetit e tyre, ka thirrë çfarë në takime. Unë sa kam lexu mbledhje që ka mbajt për gjithçka, për shumë çështje të vogla, i ka thirrë në mbledhje. Ndërkaq sot nuk e kemi këtë lloj politikbërje në Kosovë fatkeqësisht, apo jo? Mënyra se çysh. Edhe para shtrut pyetjen, po edhe atë përgjigjen e sa, kështu ka qenë. Dëgjoni, nuk mundeni jo veç, pa edhe me i pas 90% të popullit pas teje, nuk mundesh mu sill si monark. Nuk mund sillesh ashtu. Sepse sa është rrezikshme, falë lutem se po ndërpres. Nëse janë mbi 50% në kuvend për një partive politike të caktuara, po flasim vetëm për vetëvendosjen, po secila që vija atë, e cila ka të drejtë marrë vendime edhe pa pasur pjesën tjetër të kuvendit. Sa është rrezikshme kjo çështje, duke ditur se zakonisht deputetët votojnë atë që ju thot partia. Po, ne 2 herë kemi pas këtë çështje. Lidhjen demokratike të Kosovës, e cila ka pas, po harrojnë njerëzit se e kemi memoria na pak kështu të shkurt. Lidhja demokratike e Kosovës ka qenë partia që ka fituar 58%. Dhe tash e kemi vetëvendosjen me 50% që ishte në vitin 2021. Nuk është e rrezikshme kur kryet partisë politike e ki Ibrahim Rugova, për shembull. Edhe atëherë ka mujtaj me but. Po ju kujtohet ai Ramush Haradinën e ka bërë kryeministër. Nuk e ka dhënë kryeministrin LDK-ja, edhe pse ka mujt. Pa problem ka mund ta vetë. Këtu është thelbi i asaj që Rugova e thonte, nuk i trajtojmë partitë e tjera politike si armike, po si rival politik. E të na është kthyer tash kjo që ka thonë Hegeli, kamera obskura, po i trajtojnë si armiq, sepse për shembull gjuha cilën e përdor kryeministi Kurti ndaj liderëve politik, partive politike, është gjuhë e cila mund të sjellë probleme të ndryshme, duke i thonë njerëzve tradhtar, bashkëpunëtor të Serbisë, punon për Bijan, punon për këtë, me Radojqiqin ke pas kështu. Edhe nga ana tjetër, gjithashtu edhe disa lider politik të tjerë që përdorin gjuhë ndaj kryeministrit, këto domthonjë gjuhë shumë tron, sepse shumë çështje duhet për shembull nesër para gjykatave të vërtetohen, kur thuhet kështu. Atëherë ky vokabular i krijuar nuk lejon mundësi që pastaj të kemi atë që ka thonë Rugova, të kemi rivalitet, por jo armiqësi. E këtu krijuar armiqësi e zakonshme, prandaj nuk kemi zgjidhje të kësaj situate të cilën, sepse për shembull e dim që zoti Kurti natën e zgjedhjeve ka shujt hajvana njerëzit. Dhe ky fakt nuk harrohet. Atë nuk të kalohet bash let kështu. S'po them as këta tjerë që nuk e kanë fyje. Nuk e kanë fyje, nuk i kanë rëndu, ndoshta në raste të caktuara, por këto janë elemente të cilat flasin për këtë çka po e përjetojmë. Teksa po flasim edhe për këtë ngërç politik, në dihet se lider krerët e ushtrisë shërimtar të Kosovës tashmë po gjykohen në Hagë, një prej tyre edhe bashkëpunëtori juaj zoti Kadri Veseli. Si e shihni juve, do të kemi një kthim të tyre edhe në rast se urojmë edhe shpresojmë shumë sa ata të kthehen sa më shpejt me kthimin e tyre në Kosovë, a do të ndrojë gjendja politike e vendit apo do të heqin dorë nga politika? Unë kom pas nderin, krenarin, që me thirrjen e njerëzve më eminent të shërbimit informativ të Kosovës, në krye me Kadri Veselën, të jem bashkëpunëtori tyre në një periudhë 8 vjeçare. Kur shërbimi informativ i Kosovës ka qenë pjesë e institucioneve të Republikës tonë, domethënë ka qenë qeverisë përkohshme, pastaj ka vazhduar derisa është themeluar Agencioni Kosovar i Inteligjencës.
dhe nëse kam mburje për diçka në historinë teme, edhe që kom lënë fëmijëve edhe nipave mbesave, si aset është kjo. Domthonë ky angazhim i imi dhe besimi i atyre në mua, sepse dikur kisha punuar në sekretariatin e punëve të brendshme të Kosovës, domthonë para lufte dhe por ka pas edhe njerëz të shumtë të cilët i kanë ndihmuar procesit edhe prej atij vendi ku kemi punuar dikur. Të them kështu. Unë kam qenë edhe objekt veti prokurorisë së Hagës dhe jam bind që kjo dhomë specializuar, kjo gjykatë speciale, si duhesh ja vendosur. Jam bind se kam qenë vetë pjesë e këtij çështje që është e manipuluar me dokumentet shumëta të shërbimit sekret serb, për mos me e elaboruar shumë gjatë këtë çështje, unë konsideroj që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Ujku, Çali dhe gjithë ata që gjenden atje janë pa drejt duke u mbajtur. Dhe çdo ditë i lutem Zotit që kjo të vje fundi edhe ata jam shumë i bindun që do të kthehen kryelartë sepse kanë luftuar për shërimin e këtij vendi, të cilën po e përjetojmë unë dhe ti në një studio televizive që ka qenë e pamundshme, e paimagjinueshme derisa këta njerëz nuk kanë dalë në sipërfaqe dhe kanë kapur armën dhe kanë mbrojt shtëpinë e vet, territorin e vet, popullin e vet. Ky fakt më bën që të mendoj që do t'i shohim, besoj, vitin e ardhshëm në Kosovë, duke i pritur të gjitha dhe duke u mburr, siç i kena mburr me Ramush Haradinën kur është liruar nga gjykata ndërkombëtare për krime lufte, gjithashtu Fatmir Limaj, pastaj edhe të tjerët që kanë qenë në këto procese, dhe a do të mojrën me politikë apo jo? Unë nuk e di këtë çështje, por që do t'i bëjnë mirë vendit që t'jenë këtu sepse aroma e shtetit vjen më e mirë. Do të kemi aromë më të mirë kur ata janë në Kosovë. Si shënollëm, faleminderit shumë që ke pjesë e Infodecë, dhe ndam dhe gjitha këtë informacione, di që kishim pas edhe shumë çështje me diskutu, po shkak të kohës e limitume, ne do të më ndërprej interviste. Faleminderit e juve shumë për ftesën dhe veç suksese. Të ndërruar shikues, ne do kthehemi pas pak në studio.